Duaja e pejgamberit të Allahut për nusën e tij Aishën. Miq të dashur, një ditë prej ditëve Aisha radiallahu anha i tha: ja Rasulallah, apo e bën një lutje, një dua për mua? Tha po. I çoi dur duke thënë: o Allah, falja Aishës të gjitha gabimet, ata të cilët i bëri më herët, dhe ata të cilët do t'i bëj edhe në të ardhmen, ata të cilët i ka shfaqur, dhe ata të cilët i ka mbuluar, dhe futën në xhennet. U gëzua Aisha pa mas, gati sa e lëshoi kokën e saj për gjoksin e saj prej gëzimit dhe të qeshurit. E pyeti pejgamberi Allahut: o Aisha, a të gëzoj lutja ime ty? Tha po ja Rasulallah, ti e luta Allahun që të më falë gjithçka dhe të më fut në xhennet, detyrimisht se më gëzoj. Atëherë i tham: vallahi o Aisha, unë lutem për ummetin tim në çdo namaz me këtë lutje, 5 herë në ditë, duke thënë: o Allah, falja ummetit tim gabimet e kaluara dhe të ardhmet, ata të cilët i shfaqin dhe ata të cilët i mbulojnë, dhe futin në xhennet. E ti i dashur, do duhet spaku të lexosh një selavat për pejgamberin. As-salatu wassalamu alejke ya Rasulallah. Agjërim të mbarë e të pranuar.